Islami na mëson që ti me të kujdesshëm larg me prej punën. Dikush të pa çka kombon një larg duhet me prej punën, se po e lë më afro ngat, nuk i mundsi me e fërnu situatin, nuk i mundsi me pas kontroll. Që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam se duhet më rujt nga gjërat që jo ndaluara. Ndaluara do të largu më ti. Pa thonë që mund të jenë dyshimta, mund të jenë pak mrekulluara, se po futet mjegull, ta nuk dim ku kemi përfunduar më. Andaj ka përmend Ibn Abbasin e përmend edhe Ibn Mesudin, dhe shumë nga sahabët e pejgamberit se realisht shpenzimi i pasurisë në këtë lloj të argëtimit është shpenzim i humbur, që njëri për të komodon llogari para Allahut të mënduar ato, para Allahut të mënduar. Ne do të mësojmë që me dëgju rrëfime që frymëzojnë për trimni, që frymëzojnë për dashni, për respekt, që frymëzojnë për moral, por jo me dëgju këndime të shoqëruara me instrumente ndryshme provokative muzikore, që është njerëzit janë ngjallën epshin apo i ngjallën edhe tjera anë të errta të tij që realisht nuk ka mundësi me e frenu vetveten, e pastaj në pamundësi të frenimit mund të eskalojë situata në prishje të moralit, në pirje të drogës, në rrahje, në vrasje e tjera me Allah na ruajt.